në bashkëpunim me familjarët e viktimave të Spitalit Modular, si Iniciativë Zero kemi përpiluar një kërkesë që ka të bëjë që me hapësirën ku ka ndodhur tragjedia e kopshme me 8 shtator 2021 e Spitalit Modular, ku kërkojmë që të shndrohet në një park përkujtimor, ku do të jetë një vend ku dhimbja kolektive do të shndrohet në një memorie aktive dhe thirrje për ndryshim. Të njëjtën kërkesë dhe kemi dërguar deri tek Ministri i Shëndetësisë, sot po e dërgojmë deri tek kryetari i Komunës së Tetovës dhe kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, sepse është detyrë e tyre bashkërisht me Ministrinë e Shëndetësisë që të mos neglizhohen tragjedia që ka ndodhur dhe të mos shndrohet në një hapësirë ku vendohen veturat e vjetruara, që është momentalisht tek parku i Spitalit të Tetovës, parkingu i Spitalit të Tetovës, apo ku ka ndodhur tragjedia e Spitalit Modular. Kërkesat që i kemi dorëzuar drejt Komunës së Tetovës janë si në vijim, që të marrë në shqyrtim serioz dhe të miratoj këtë iniciativë qytetare për krijimin e parkut memorial, përfshi propozimin për ngritjen e parkut memorial në programin e komunës për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme me shenja përkujtimore, sipas nendi 17 të ligjit për monumentet përkujtimore dhe shenjat përkujtimore, të inicioj dhe zbatoj gjithë procedurat e nevojshme administrative dhe urbanistike, po që nevoja përfshi edhe ndryshimin e planit urbanistik për të caktuar zyrtarisht hapësirën për këtë qëllim, dhe të marrë vendim për ngritjen, financimin së bashku me donatorë të mundshëm për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e atij parkut memorial që duhet të jetë një nevojë e rëndësishme për qytetin e Tetovës, që të mos harrohet edhe një herë tragjedia, por të jetë një park me 14 ulse në kujtim të 14 viktimave që do t'i mbajmë mend ne si qytetar si një ndër tragjeditë më të mëdha, dhe në njëjtën kohë kjo do shërbejë edhe si një thirrje për drejtësi të vërtetë, sepse familjarët e viktimave ende nuk e ndjejnë që ka patur drejtësi të vërtetë për tragjedinë e Spitalit Modular.